gjatë kohës që ju punuat me anije private, qa mendimi keni? Si funksionon kjo në Shqipëri, domethënë, raporti pronar, kapiten, ekuipazh, si është ky raport, ky trekëndësh po e quajmë? Atje natyrisht atje nuk është diferenca ndërmjet kuadrit drejtues familjes, stafit drejtues, edhe ekipazhit tjetër. Por ndërsa ne kemi bërë marrëdhënie shumë të hakta, shumë të ndryshme nga ata. Megjithatë, edhe nga detaria huaj ka mëson, sepse popit merre me detari dhe me popit për popit, si të thuash, gjithmonë mësoj nga një tjetër, duhet të mësoj patjetër. Por neve shok e Lorgja në vitin 1945, në mbledhjen e presidiumit të guvernit popullor ka thënë: ne duhet të bëjmë Vlorën dhe Durrësit të lullëzojnë si një Aleksandrit të dytë. Ta bëjmë edhe Vlorën Aleksandrit të dytë. Në 1945 është një problemi i shfrytëzimit të deteve, me shumë perspektive shpallë. Edhe pastaj kemi kjo duhet të shtuar flota. Unë jam i kësaj shqiptarë, duhet të merren me det, me peshkim, me lundrim, me ku ato të vënë të punojnë për anije të tjera, për flota të tjera të shpenzë. Kemi shumë, ka shumë për të bërë drejtim.